Në konferencën ndërkombëtare për menaxhimin e mbetjeve urbane, merrte pjesë edhe profesor doktor Agnia Liu, i ardhur nga Universiteti i Evropës Juglindore të Tetovës. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Kam kënaqësinë që ndodhem në këtë konferencë kaq të rëndësishme për trojën shqiptare dhe mbar njerëzimin, dhe ju përshëndes të gjithëve duke ndier veten si në shtëpinë time. Si mendoni, a ka ardhur koha që ndoshta jemi të vonuar për mbetjet urbane, ndërsa ju keni prioritete më tepër, e keni kapur ndoshta më herët këtë problem? Si thot populli, më mirë vonë se kurrë. Asnjëherë nuk jemi të vonuar, sidomos në një fushë kaq të rëndësishme për njerëzimin. Por ne duhet që të përpiqemi që kjo konferencë bëhet e përmoqme dhe në këtë konferencë të marrin pjesë jo vetëm ekspertë të kësaj fushë të trojeve shqiptare, por edhe më gjerë, siç ishin ato nga Suedia dhe vende të tjera, për arsye se shton peshën, shton mundësinë e këmbimit të mendimeve të përbashkëta, të aktiviteteve të përbashkëta, mundësinë që zëri i këtyre pjesëmarrësve, këtyre ambientalistëve të ndihet nga institucionet në Shqipëri edhe në gjithë Europën juglindore, por edhe në gjithë botën, për arsye se rreziqet kohët e fundit janë të mëdha dhe bota njerëzimi është i shqetësuar nga gjithë ndodhjet që ndodhin afër nesh, para nesh, bashkërisht me ne. Si mendoni, a do të ketë impakt të mjaftueshëm nëse sensibilizimi ndodh i gjithanshëm, shoqëria civile, pushteti vendor, qeveria, nëse sensibilizohen, do të ketë një përmirësim të kësaj gjendje? Pikërisht unë kam pasur punimin lidhur me këto probleme, me bashkëpunimin e njësive vendore, atyre kufitare, por edhe të tjera me njëra tjetrën, pastaj bashkëpunimin e njësive vendore me institucionet shtetërore, përkatësisht pushtetin qendror, bashkëpunimin e njësive vendore me organizatat e ndryshme ndërkombëtare dhe bashkëpunimin e tyre me OJQ-t si dhe me fondet ndërkombëtare, për faktin se mundësitë për gjetjen e mjeteve financiare janë më të mëdha, sidomos kur bëhet për bashkëpunimin e më shumë subjekte, për arsye se bota e qytetëruar nuk njeh çështje individuale, por njeh çështje institucionale, atë bashkëpunim të mirëfillt të atyre, dhe atëherë natyrisht që nuk mund mungojnë rezultatet në fushën e ambientit. Faleminderit. Mendoj qofsh.